Ashtu si çdo vit, Mitropolia e Shenjtë në Korçë ka pritur vizita nga besimtarë, qytetarë e përfaqësues të pushtetit qendror e vendor, të cilët kanë uruar mitropolitin e Korçës, hirësinë e tij Zot Anastasin, për më shumë dashuri e mirësi në çdo familje. Lindja e Krishtit simbolizon lindjen e shpresës edhe të besimit për ditë më të mira, për paqe, për harmoni. Prandaj në këtë ditë kaq të veçantë dëshiroj t'ju uroj të gjithë besimtarëve të krishterë, por edhe të gjithë banorëve të qytetit Korçës, të bashkisë Korçës, gëzuar festën e Krishtlindjes, fat, paqe, edhe mbarësi edhe shëndet në familjet tuaja. Në emër të Partisë Demokratike, por edhe si deputete i qarkut të Korçës, kam kënaqësinë që nga kjo shtëpi e shenjtë të përcjell urimet më të mira për të gjithë besimtarët ortodoks kudo që të ndodhen, por edhe për të gjithë shqiptarët anë mban vendin, qofshin këto Krishtlindje të mbara e të bekuara për të gjithë ne. Nga Mitropolia e Korçës dëshiroj t'i përcjell besimtarëve të krishterë dhe qytetarëve të qarkut tonë e jo vetëm urimin për Krishtlindje të gëzuar. Qoftë kjo fest e shenjtë, një augur i mirë për shëndet, mirësi e begati për çdo familje. Uroj që vlerat e besimit e traditës sonë na udhëheqin gjithmonë, duke na forcuar dashurinë, solidaritetin dhe mirëkuptimin me njëri tjetrin. Gëzuar edhe një herë gjithëve. Sot në këtë ditë ne flasim me vizita, me urime, faktikisht shprehim për ditë, dëshirën për ditë më të mira. Do uroja që këto urime të jepnin në çdo ditë jetës tonë. Edhe të tjerë qytetarë kanë kryer vizitën tradicionale në Mitropolinë e Shenjtë të Korçës, duke uruar mitropolitin në këtë festë të Krishtlindjes.